Ju përshëndesim të dashur miq. Ky është mësimi i dytë i listës me 40 mësime përsëritëse. Bëm mësimin e parë i cili ishte për nyjen ë dhe ën, që ndryshe quhen indefinite articles, pra nyje të trajtës së pashquar. Tani do të bëjmë the, pra definite article the. Pra do diskutojmë për nyjen e trajtës së shquar the. What is the? Çfarë është nyja the? The is called a definite article. Pra the quhet ndryshe një nyje e përcaktuar. Pra është një nyje e trajtës së shquar. We use the when we are talking about a specific person, place, or thing that both the speaker and the listener know. Ne e përdorim nyjen the kur ne flasim rreth një personi specifik, rreth një vendi specifik ose rreth një gjëje specifike, që në të dyja rastet edhe folësi, edhe dëgjuesi e din se kujt po i referohemi. Pra të dy palët, edhe folësi, edhe dëgjuesi e din saktësisht se kujt po i referohen, personit, vendit apo asaj diçkaje. When do we use the? Kur e përdorim nyjen shquese the? When something is already known. Kur diçka tashmë është e njohur nga të gjithë. I saw the moon last night. I saw the moon last night. Unë e pash hënën natën e kaluar. Pra ne të gjithë e njohim hënën. Dhe para emrave unik, the moon, the sun, ne përdorim nyjen shquese the. There is only one moon. Është vetëm ose ndodhet vetëm një hënë. We all know which moon. Dhe ne të gjithë e dim se kujt hëne po i referohemi. She opened the door. Ajo hapi derën. She opened the door. Nuk themi a door. Pra ku është ndryshimi midis she opened the door, she opened a door. She opened a door, do thonim, ajo hapi një derë. Pra një derë e themi në vjet përgjithshme. Ne nuk e dim se cilën derë hapi, por në këtë rast, ajo hapi derën. We know which door. Ne tashmë dim se cilën derë. Maybe it was the door to her house. Ndoshta ishte derë në shtëpinë e saj. Pra dhe njëherë, kur përdorim nyjen shquese the, të dyja palët, edhe folësi, edhe dëgjuesi, e din mirë se kujt dere ose kujt objekti po i referohen. We use the when there is only one of something. Ne përdorim nyjen the kur është vetëm një e vetme, për shembull, dielli është një i vetëm. The sun is hot. The moon is beautiful. The president lives in the White House. Pra, the sun is hot. Dielli është i nxehtë. Është vetëm një diell. Edhe për këtë arsye, ne përdorim nyjen the, sepse është një i vetëm në llojin e tij. The president lives in the White House. Presidenti jeton në shtëpinë e bardhë. Pra, presidenti është një. Përdorim the. Kur e përdorim tjetër nyjen the? When something was already mentioned. Kur diçka tashmë është përmendur një herë. Ne kemi bërë mësime sqaruese për përdorimin e nyjes ën edhe dhe gjithashtu kemi thënë që ne nyjen dhe ën e përdorim në trajtën e pashquar. Dhe kur përdori trajta e pashquar, kur një emër, send, objekt apo person përmendet për herë të parë, si edhe kur nuk e dim me saktësi se kujt po i referohemi. Por në momentin që ne e përdorim për herë të dytë, ose në momentin që e përmendim për herë të dytë këtë diçka specifike, atëherë patjetër do të kalojë në trajtën e shquar, sepse tashmë e kemi përmendur një herë. I saw a cat. Unë pash një mace. Pra këtu përdorim nyjen e. Unë pash një mace. Por kur dua të them macja ishte e zezë, unë nuk mund të them më a cat was black, por do ta kaloj në trajtën e shquar me nyjen the. Do të them the cat was black. We first said a cat.
ne fillimisht tham a cat, një mace. But now we know which cat. Por ama për herë të dytë, ne tashmë e dim se cila mace. Pra po flasim për macen e zezë, prandaj dhe vendosim nyjen the. The cat was black. Tjetër rast kur e përdorim nyjen the. With superlatives, me shkallët sipërore. Ne kemi marrë shkallët e mbiemrit. Good, better, the best. Fast, faster, the fastest, the quickest, the most beautiful, the most interesting. Nëse keni vënë re, tek mësimet shpjeguese për shkallët e mbiemrit, në shkallën sipërore ne gjithmonë vendosim nyjen shquese the. Pse? Për vetë faktin, sepse po e kalojmë në shkallën sipërore, pra po e kalojmë në atë fazë ku është një i vetëm në llojin e tij ose të saj. He is the best student. Ai është studenti më i mirë. Dhe në shkallën sipërore, pra, gjithmonë përdorim nyjen shquese the. This is the most beautiful place. Ky është vendi më i bukur. Rasti 5 i përdorimit të nyjes the. We use it with names of rivers, seas, oceans, deserts and some countries. Ne e përdorim nyjen the me emrat e lumenjve, të deteve, oqeaneve, shkretëtirave dhe disa vendeve të veçanta, ose më saktë grupime vendesh. Për shembull, the Amazon, the Atlantic Ocean, the Sahara Desert, the United States, the Netherlands. Tham dhe njëherë, e përdorim me emrat e lumenjve, të detrave, të oqeaneve, shkretëtirave dhe me emrat e disa shteteve. Ose the UK, the United Kingdom, që është grupim shtetesh. Por kemi dhe rasti kur ne nuk duhet ta përdorim nyjen the, sepse ka edhe momente që e shtojmë atje ku nuk duhet. Pra, when not to use the. Kur nuk duhet ta përdorim the. Don't use the with. Names of people. Pra mos e përdorni the me emrat e njerëzve. Pra, kjo është shumë e rëndësishme. Mos e përdorni nyjen the me emrat e njerëzve. Asnjëherë nuk vendosim nyje shquese para emrave të njerëzve ose emrave të qyteteve apo të shteteve. Nuk themi I saw the John. Kjo është e gabuar. Ne themi I saw John. Unë pash Johnin. Pra dhe njëherë, para emrave të njerëzve nuk vendosim nyje shquese. Rast tjetër që nuk e vendosim nyje the është para emrave të shteteve. Përveç rasteve kur këto shtete janë grupime, siç përmendëm më lart, pra the United States, the United Kingdoms, the Netherlands. Ndërsa kur shtetet janë vetëm, atëherë siç është rasti Italy, ne nuk vendosim nyje shquese. Nuk themi she lives in the Italy, por ama themi she lives in Italy, pa nyje shquese the. Ose nuk themi I live in the Albania. Jo, nuk themi the Albania. I live in Albania. Tjetër rast kur ne nuk e përdorim nyjen the është për general ideas or things in general. Pra për ide të përgjithshme ose gjëra në përgjithësi. Për shembull, dogs are friendly. Qentë janë miqësor. All dogs in general, not specific dogs. Dhe këtu i referohemi të gjithë qenëve në përgjithësi, jo qenëve specifik. Atëherë, disa shembuj të thjeshtë. I saw the car. Unë e pash makinën. Atëherë, nëse unë do të përmend nyjen the, në këtë rast, unë jam duke ju referuar një makine të cilën të dy ne e dim. Pra jemi në një bisedë dhe po flasim për një makinë. Dhe unë them, I saw the car, unë e pash makinën. Para ma të dyja palët, edhe folësi, edhe dëgjuesi, duhet të jetë në dijeni të makinës për cilën unë kam parë, ose të di se për kë makinë jam duke folur. Sepse nëse nuk do të ishin në dijeni, atëherë do thonim I saw a car, unë pash një makinë, thjesht në vjet përgjithshme. Por në këtë rast, I saw the car bëhet fjalë për një makinë specifike, një makinë që të dy ne e dim.
She read the book you gave her. Ajo e lexoi librin të cilin ti i dhe asaj. Pra, të dy e dim se kujt libër po i referohemi. Për librin që i dhe për dhurat ditëlindjeje për shembull. She read the book you gave her. We know which book, dhe ne e dim se cilin libër po lexon ajo. The earth goes around the sun. Toka rrotullohet rreth diellit. Dhe ne tham që para emrave unik përdorim nyën the. The earth, the sun. Only one earth, only one sun. Kemi vetëm një planet tokë, kemi vetëm një diell, pra, planet diell. I like the red dress. Unë e pëlqej fustanin e kuq, ose më pëlqen fustani i kuq. Në këtë rast, e dim se kujt po i referohemi. Po i referohemi fustanit të kuq. A specific dress, pra një veshje specifike, një fustan specifik. He went to the bank. Ai shkoi tek banka. A known bank, maybe in the town. Pra është një bankë e njohur, ndoshta në qytet. E dim se cilës bank po i referohemi. He went to the bank. Atëherë, besoj këto janë gjërat që duhet të mbaj mend në lidhje me përdorimin e nyjes shquese the. Ky është mësimi i dytë i listës së mësimeve përsëritse. Kemi edhe 38 mësime të tjera. Ju falenderoj dhe dëgjojmë në mësimin tjetër.